Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kanalin ton. Sot kemi një temë shumë interesante e cila besoj se do ju pëlqej. Tema jon për sot quhet parafjalët e vendit, ose në anglisht prepositions of place. Prepositions of place. Këto fjali përdoren për të na treguar ku ndodhet diçka ose dikush. Kam gjetur disa figura që të na e bëjnë më të lehtë shpjegimin. Dhe tani, nëse jeni gati, le të fillojmë me mësimin. Parafjala e parë vendore që kemi është in. In, që do të thotë brenda. The mouse is in the cup. The mouse is in the cup. Pra, miu është brenda në filxhan. Parafjala e radhës është on. On. Mbi. The mouse is on the cheese. The mouse is on the cheese. Miu është mbi djathin. Shkojmë te figura e radhës dhe kemi fjalën under. Under, që do të thotë poshtë. The mouse is under the mushroom. The mouse is under the mushroom. Pra miu është poshtë kërpudhës. Në figurën e radhës, shikojmë miun që sapo ka dalë nga vrima dhe kemi fjalën out. Out, e cila do të thotë jashtë. The mouse came out of the hole. The mouse came out of the hole. Tani, miu po ngjit shkallët dhe kemi fjalën up. Up, e cila do të thotë lart. The mouse is going up. The mouse is going up. Miu po shkon lart. Dhe vazhdojmë me figurën ku shohim miun që po zbret poshtë dhe kemi fjalën down. Down, e cila do të thotë poshtë. The mouse is going down. The mouse is going down. Miu po shkon poshtë. Vazhdojmë me fjalën e radhës, e cila është behind. Behind, që do të thotë mbrapa. The mouse is behind the apple. The mouse is behind the apple. Miu është prapa mollës. Në figurën e radhës kemi miun i cili është përpara mollës dhe kemi fjalën in front of. In front of, e cila do të thotë përpara. The mouse is in front of the apple. The mouse is in front of the apple. Pra miu është përpara mollës. Parafjala e radhës është above. Above, e cila do të thotë mbi ose lart diçkaje të cilën nuk e prek. Siç e kemi dhe në figurë, miun mbi ret. Në qoftë se do të ishte e mundur që miu të qëndronte mbi to, atëre do të përdorim fjalën on. The mouse is above the clouds. The mouse is above the clouds. Parafjala e radhës është between. Between, e cila do të thotë midis ose ndërmjet. The mouse is between the books. The mouse is between the books. Miu është midis librave. Në figurën e radhës kemi miun i cili kalon përmes rrethit. Fjala që na jepet është through. Through, dhe përdoret kur kalon nga një pikë në pikën tjetër. The mouse goes through the circle. The mouse goes through the circle.
Miu kaloi përmes rrethit. Dhe vazhdoj me parafjalën e radhës, e cila është below. Below, që do të thotë poshtë. Kjo parafjalë përdoret më shumë kur kemi të bëjmë me nivel. Në raste të tjera, zakonisht përdoret parafjala under, që e thamë më parë. Atëherë, siç e shikojmë, miu gjendet poshtë ujit. Dhe themi, the mouse is below the water. The mouse is below the water. Parafjala e radhës është around. Around, e cila do të thotë përreth. Dhe siç e shikoni edhe në figurë, kemi miun i cili ka përreth tij disa bletë. Dhe themi, the bees are around the mouse. The bees are around the mouse. Pra bletët janë përreth miut. Parafjala e fundit që do mësojmë sot është against. Against, e cila do të thotë kundrejt. Por kur e përdorim si parafjalë, merr kuptimin që diçka mbështetet diku. The mouse is against the wall. The mouse is against the wall. Pra miu është mbështetur te muri. Atëherë miq, ky ishte mësimi për sot. Shpresojmë t'ju ketë pëlqyer. Dhe në qoftë se doni më shumë video si kjo, mund të shkelni subscribe ose abonohu. Dhe video tona do ju dalin në kryefaqen tuaj. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.